Zoti Balliu, më pas zonja Ina Zhupa. Po. Unë nuk e kuptoj se cila është arsyeja dhe pse duhet që të shkelet kushtetuta në interes të një presupozohet integrimit Shqipërisë duke hequr integrimin. Unë nuk e di si mund të integrohemi nëse ne heqim nga puna e kuvendit Komisionin e Integrimit ku duhen shqyrtuar pikërisht ato çështje. Komision të jashtëm ka patur gjithmonë. Është vënë Komisioni i Integrimit pikërisht për të marrë në mënyrë më të fortë, më të pastër me çështjen e integrimit të Shqipërisë. Aty mund të diskutohet se pavarësisht lojrave që flasin se do integrohemi në Shqipëri, do integrojmë Shqipërinë në Bashkimin Evropian, aty mund diskutohen dhe fondet IPART, të cilat janë integruar në xhepin e Edi Ramës dhe nuk shkuan në bujqësi, dhe prandaj Bashkimi Evropian nuk na jep fonde, e jo më të integrohemi në Bashkimin Evropian. Po ju nuk e doni atë, dhe prandaj shkelni edhe kushtetutën. Pak ditë më pare bët, u betuan gjithë, kushtetuta, ju mbajtët 2 orë fjalim, kushtetuta, vjen puna për të respektuar kustetutën, kemi hallin që na ka thënë Suel Qela, Troplini, Ajrat, Bajrat dhe gjithë ata që kanë shtuar këto karrike këtu. Se themi janë shtuar karriket, po janë shtuar dhe bandat bashkë me ju.